vjeri më provokon, më thot çdo herë fjalë të rënda, këshill të lutem. Dush mi kallzu burrit tan, edhe burri më marr me babën e vet me fol, do pse e ngaspan, pse I thu fjalë të rënda etj. Pastaj nëse prapa nuk nalet, na themi dy lloj fjalësh, do t'i ndaja fjalët e rënda në dy lloj fjalë, dy lloje, dy drejtime, dy grupe. Fjalë të rënda sipas teje, të cilat ban me I duru hatri I shumë seneve, nëse ke mundësi, edhe e dyta fjalë të rënda që s'ban mu duru, të flet fjalë të rënda në moral, të qunë për të pa ndershme, të shanë, stakfirullah, e diçka. Atë llojin e parë, nëse mund është me duru, alhamdulillah. Llojin e parë, nëse mund me duru, nëse mund. Llojin e dytë, nuk ban me duru. Nëse prap ti të ban e duron, tash Zotit një moft. Ama nëse prekesh edhe janë fjalë për me të rënda, në këtë rast dush me thonë burrit ja. Ose let nalet, ose na dahmi. Edhe let vendos pastaj, let rrin vjerë vet. Ose let I thot djali, o bab, mos s'ki nevojë mu përzit e gruaja jame. Se vjerë punën që reja mos me të bojë zmet, mos me të dash, me të lon vet. Edhe nëse s'nalet, atër e drejtë e jote është që mos me pranu me shku me najt në atë shtëpi. Nëse kjo është përgjigje përgjithshme. Mos më shkruan dikush privat me thonë, o xho ma prishe gruan edhe tash gruaja s'po vjen te baba. Se cilla rrethani ka pastaj detajet e vet, unë po flas përgjithësi. Si rregull. Shaja nanën gruas, rejas, ai babloki, ai bosi, edhe masaj na reja mu s'po mban kafe, po normal që s'ban kafe, se jetë ja sharu nanën sabah akşam. Më falni që po shprehem kështu. Masaj na valla hoxh. Po falni, po normal që duhet me fol. Se ti s'po fol, se ti e veç je. Ti burrin këtë rast. Edhe tani fol hoxha vallaj. Edhe gruaja si bani zmet që ati plaki, që ati matufi. Allah na përmirësoft.